radhës të programit Mirëmëngjes Shkodër. Siç edhe më herët unë anonçova në valët e radios, në studio jam së bashku me zonjën Aida Shllaku, drejtore e Drejtorisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave në Bashkinë Shkodër. Zoja Aida, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët në studion tonë. Mirë se ju gjeta. Si është ta nisësh punën në studion e radios? Është një kënaqësi sepse është një bashkëpunim dhe një mesazh që ju jepet qytetarëve sapo hapin syt në mëngjes për të dëgjuar lajme të mira dhe për të ndjerë bashkërisht me ta. Të foluri tuaj është Korçar, nga Korça. Një korçare në një mëngjes shkodran. Si ndjeni personalisht? Personalisht ndjehem e privilegjuar që jam në qytetin e Shkodrës. Shkodranët, e kam thënë edhe më herët, janë qytetarë të mirë që dinë të vlerësojnë dhe presin me krah hapur jabanxhin, siç i thonë në Shkodër. Asnjëherë nuk e ndjen veten të huaj në qytetin e Shkodrës. Është diçka që ne ndjejmë që bashkohet me natyrën tonë, modestisht i them këto fjalë, por gjithsesi siç duket edhe të ardhurit në Shkodër na kanë kthyer me të njëjtën monedhë. Faleminderit për komplimentin. Atëherë, Aida, me qenë se jeni drejtore e një drejtorie të rëndësishme, do thosha, në Bashkinë Shkodër, drejtore e Drejtorisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave. Në pamje të parë duket sikur problemet më thelbësore kanë të bëjnë natyrisht me disa gjëra që lidhen ngushtësisht me jetën tonë të përditshme. Por kur mendon që mjedisi është një anë shumë e rëndësishme që lidhet me shëndetin ton, me ato resurse që natyra na i ka dhënë që dhe duhet t'i gëzojmë, vërtet e kuptojmë mirë rëndësinë e tij. Në fakt, ju keni një drejtori me shumë angazhime. Mund të na bërni diçka, një lloj pasqyre të punës dhe të kësaj pasurie që na rrethon? Aktualisht drejtoria që unë drejtoj pranë bashkisë është një drejtori relativisht e re me kompetenca të kaluara në fund të 2015-s. Kompetencat në fushën e menaxhimit të mjedisit, të pyjeve dhe të ujrave kanë kaluar së fundmi pranë si administrim dhe si detyrime ndaj Bashkisë Shkodër. Përtej kësaj panorame që ju bët, menaxhimi i mjedisit është kryesisht në fushën në përgjegjësinë e përmirësimit të tij, të bashkëpunimit me shoqërinë civile, të bashkëpunimit me të gjithë aktorët e tjerë, të ndërgjegjësimit të komunitetit për të pasur një mjedis sa më të mirë dhe ekologjikisht të pastër. Po kështu, në fushën e ujrave, përsëri ka kompetenca që kanë të bëjnë me ruajtjen dhe përmirësimin e cilësisë së ujrave, qofshin ato mbitoksore apo nëntoksore, dhe bashkëpunimin me institucionet e tjera që kanë kompetenca të drejtë për drejta në fushën e administrimit të ujrave, ndërsa në fushën e pyjeve, bashkia ka një kompetencën më të madhe, ka përgjegjësinë direkte për mirë administrimin e pyjeve dhe një menaxhim sa më të mirë të sipërfaqeve pyjore që ka marrë në pronësi të saj. Pra janë fusha që bashkëveprojnë me njëra tjetrën, ndërkohë që ju jeni një sektor që asnjëherë nuk mund të bëni punë të vetëm, përkundrazi me aktorë dhe faktorë të ndryshëm që punojnë në Shkodër dhe përtej Shkodrës. Cilat konsideroni ju si ndër problemet më të qëndësishme të sektorit tuaj? Problemi i mjedisit, nga vetë fjala mjedis ka të bëjë me ujin, me ajrin, me tokën. Të gjitha ndërhyrjet që njeriu bën në këto tre komponentë kryesor, të gjitha kanë ndikimet e tyre. Ka ndikime pozitive kur ne sillemi miqësisht me mjedisin, ka dhe ndikime negative kur ne me dashje apo pa dashje ndikojmë me aktivitetin tonë, ndikojmë në mënyrë negative mbi të. Dhe pasojat në mjedis janë të vështira për tu riparuar dhe për tu kthyer në gjendjen që ne mendojmë që duhet të jetë mjedisi. Kështu që
Detyra e drejtorisë sonë, që përfaqëson në këtë rast bashkinë, është bashkëpunimi me aktorët. Aktorët janë që nga qytetarët, ndërgjegjësimi i tyre për mënyrën se si duhet sillemi nga mjedisi, nga institucionet me të cilët të gjithë institucionet e tjera të cilat zhvillojnë aktivitetin e tyre në mjedis, me vetë drejtoritë e bashkisë, ndërmarrjet e varësisë, institucionet të tjera të cilat kanë aktivitetin e tyre në mjedis. Po si përgjigje këtë legjislacioni kësaj problematike? Legjislacion faktikisht, legjislacioni le hapësira për kompetencat për të gjithë institucionet. Kështu kompetencat të drejtë për drejta në fushën e mjedisit, bashkia nuk është që ka kompetencë drejtoria, që unë mbuloj kompetencat të drejtë për drejta për ndërhyrjet në mjedis. E gjithë veprimtaria jonë është kryesisht në fushën e ndërgjegjësimit, aktiviteteve që kryen me nxënësit e shkollave, me kryesisht para universitar, me komunitetin e njësive, sepse dihet që bashkia sot nuk është vetëm në qyteti, por janë edhe 10 njësi administrative, është afërsisht mbi 80.000 hektar sipërfaqe, prej të cilave duhet të theksoj që 43.000 hektar në të gjithë këtë territor janë vetëm sipërfaqe pyjore. Afërsisht 10 komuna janë 10 ish komuna, njësi administrative janë ndodhen në zonë malore, nga Alpet dhe zbresim deri në plazhin në Bregdet. Pra, shtrirja është e madhe, problematika është e gjerë. Le të flasim konkretisht. Mjedis do të thotë në mbrojtje të tij, do të thotë edhe një letër që hidhet në rrugë, në mjediset urbane apo më gjerë, por do të thotë edhe ndërhyrje të tilla shumë të rënda që dikush i quan masakra, siç janë mburoja murore e bypassit në pedonalen në hyrje të Shkodrës, tek pedonalia e Molos, apo lokalet që kanë ndërhyrë në ngushtimin e shtratit të lumejve, siç janë Buna, liçeni i Shkodrës, drinje të tjerë. Pra këto janë ndërhyrje, do thosha, jo të lehta. Cili është komenti juaj për këto? Unë nuk do thosha që janë masakra. Masakër është një fjalë shumë e madhe. Këto janë ndërhyrje me ndikim negativ në mjedis. Mund të jenë edhe me ndikim të madh negativ në mjedis. Ndikimi më i madh negativ është ujërat e zeza. Se sa të gjitha këto, është e vërtetë që bypassi ka krijuar një eutrofikim të ujrave në atë pjesë ku kalon, por vetë fakti që nuk po vazhdohet më, do të thotë që do të jepet një zgjidhje sa më miqësore në lidhje me pjesën e ndërhyrjes që do të ketë në vazhdimin e bypassit. Plani i përgjithshëm vendor, i cili është miratuar, ka dhënë një zgjidhje optimale për mënyrën e sjelljes së bypassit kundrejt mjedisit. Dhe ne shpresojmë që do të jetë një zgjidhje me ndikim sa më të vogël në mjedis dhe sa më miqësor me të. Kuptohet duke krijuar sipërfaqe të gjelbra, duke krijuar që sipërfaqja që ka lidhje me liçenin do të jetë e ndërtuar në atë mënyrë që të mos ketë ndikim negativ. Ujërat e bardha që ujërat që derdhen në liçen do të vazhdojnë të derdhen sepse ato e formojnë atë, por jenë ujëra kryesisht të bardha dhe ndotja më e madhe është derdhja e ujërave të zeza që bëhet në liçenin e Shkodrës. Pa dashur shkuam aty në liçenin e Shkodrës, aty ku në brigjet ka edhe hedhje të mbetjeve të lokaleve, por bëhet fjalë për një ndotje më të madhe, siç janë ndotja e ujërave të liçenit me ujërat e zeza. Vetë lokalet që janë në pjesën e liçenit të Shkodrës, mendoj që kanë lidhje me kanalizimet e ujërave të zeza që faktikisht kanë dhe një pastrus të zonës së Shirokës. Në kuadër të projektit të financuar nga Banka Gjermane dhe qeveria
austriake dhe zvicerane, është arritur të mundësohet që të bëhet një impiant i pastrimit të ujrave të zeza në Shirok. Dhe Shiroka me të gjithë aktivitetin e saj nuk derdh ujrat të zeza në liqen. Pra, nga pjesa e liqenit nuk derdhen, nga pjesa e Shirokës nuk derdhen ujrat të zeza në liqen, po derdhen ujrat të pastruara nga impianti i pastrimit të ujrave të zeza. Pjesa që derdhet është pjesa e qytetit të Shkodrës, ajo që ka ndikimin më të madh në liqen. Sa ka ndikuar kjo në florën dhe faunën? Në kuptohet që ndikon negativisht. Dhe sa më shumë të zjat, aq më problematik do të bëhet. Çfarë perspektive mendohet në këtë aspekt? Në këtë aspekt mendohet në kuadër të projektit që ka pasur bashkia me Bankën Gjermane dhe KfW-n dhe ndërmarrjen e ujësjellës kanalizimeve, ka pasur një studim fizibiliteti për mënyrën e ndërtimit dhe zonat ku parashikohet për të ndërtuar impianti pastrimit të ujrave. Por impiantet e pastrimit janë investime që mund të kryen vetëm nga qeverit. Bashkitë nuk e kanë atë financim që të mund të bëhet. Kjo kërkesë është një ndër kërkesat primare që bashkia ka në fushën e mbrojtjes së mjedisit, në fushën e shërbimeve publike dhe një nga pikat kryesore të kërkesave që i ka bërë qeverisë dhe në planin e mbrojtjes së biodiversitetit, një plan që është miratuar në Këshillin e Bashkisë për gjithë Bashkinë e Shkodrës. Në fakt, pas viteve 90, ashtu siç jeta mori kthesa vrulle, pati iniciativa shumë pozitive, por nga ana tjetër pati edhe një lloj kaosi në ndërtimet, në disa iniciativa që nuk mbështeteshin shpesh në ligje. Gjithsesi kemi të bëjmë me një ndërhyrje brutale të njeriut mbi natyrën, me prerjet e pyjeve, të cilat natyrisht duan vite që të rigjenerohen, me ndërtimet, betonizimin, të cilat të gjitha ndikojnë tek mushkëritë e qytetit, tek jeta jon, tek ajo frymëmarrje që na vjen në ajër çdo ditë. Duke u nisur nga këto problema, si mendoni në çfarë gjendje ose situate është ndotja e ajrit në zonën tonë? Ndotja e ajri dhe matjet e ajrit, të cilësisë së ajrit në qytetin kryesisht në qytetin e Shkodrës, bëhen në përgjithësi nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Agjencia Kombëtare e Mjedisit çdo vit bën publikimet e saj mbi disa lloje matjesh të cilësisë së ajrit që kanë të bëjnë me matjen e qoftë të grimcave PM-X që dalin PM10 dhe me radhë të ozonit, të ndotjeve të ndryshme që vinë nga në ajër. Qyteti i Shkodrës nuk bën pjesë në qytetet me cilësi të ajrit të ndotur. Vihet re në disa ditë, sepse këto janë matje që bëhen për një orë, për 8 orë, për disa ditë rjesht, në periudha të caktuara, ashtu siç janë edhe normativat me të cilat bëhen dhe krahasimet. Kështu bëhen matjet ditët me ndotje të ajrit më të madhe, janë kryesisht në gusht, në periudhën kur vinë emigrantët, dhe kjo ndodh në matjet që janë bërë tek turizmi, nga përdorimi i makinave dhe në muajin dhjetor. Këtu ka kalim të normativës së tyre, por duke u mbledhur me ditët e tjera të vitit, të cilat e kanë normativën relativisht më të ulët se sa normativa e lejuar e evropiane, rezulton që qyteti i Shkodrës nuk ka ndotje të ajrit nga makinat, nga djegjet që vinë nga ngrohja. Për shembull, qyteti im Korça ka ndotje shumë të madhe që vjen nga ngrohja e banorëve me dru zjarri. Për vetë fakti i oxhakëve dhe tymi që lëshon në tërë zonën e Korçës, krijon ndotje të madhe dhe kjo ndjehet. Në Shkodër kjo nuk është evidente, por ka problematik të madhe me ozonin në verë, dhe kjo vjen për shkak të temperaturave shumë të larta dhe
edhe përdorimi të makinave. Këto dy janë dy matje të cilat ne në qytetin e Shkodrës krijojnë problematika të ajrit. Megjithatë, sipërfaqet e gjelbra janë më të pakta. Po të nisemi në qytet. Ndërkohë, sipërfaqet që mbulojnë kurorën tonë të gjelbër përsëri diskutohen. Kanë ndikim pozitiv. Ndikim pozitiv në mjedis kanë përveç sipërfaqeve të gjelbra në qytet, që sipërfaqet vinë duke u rritur, pavarësisht që mund të jenë me sipërfaqe relativisht të vogla dhe jo me sipërfaqe sipërfaqe të mëdha, por në çdo rekonstruksion apo rehabilitim të zonave urbane, të bloqeve të pallateve, diku më shumë dhe diku më pak, gjithnjë ka sipërfaqe të gjelbra, gjithnjë do të ketë mbjellje të pemëve. Qoftë edhe një pemë që mbillet ka një ndikim shumë pozitiv në ambient. Në qytetin e Shkodrës të gjitha rrugët janë pothuajse me pemë, sipërfaqet e gjelbërta janë relativisht të mirë mbajtura, zonat, jo vetëm kaq, po dhe oboret e qytetarëve shkodran janë të gjitha me lule dhe me pemë dhe të gjitha këto ndikojnë pozitivisht. Përveç pjesës së qytetit kemi livadhet në bregun e Liçenit, kemi kodrat e Taraboshit, kemi zonën e Tepës, të cilat ndikojnë shumë pozitivisht në pastrimin e ajrit. Dje në një emision unë kisha të ftuar të rinj, të cilët me një ndjeshmëri qytetare kishin marrë pjesë në një projekt duke i derdhur problemet sociale dhe të ndryshme që ato i ndjenin në video të ndryshme që konkuronin me njëra tjetrën. Njëri nga konkurrentët, në mos gaboj Artan Dedi, kishte realizuar një video. Një bimë e lulëzuar që vjen duke u fishkur ndërkohë që një pallat ngrihet. Si mund ta komentoni ju një video të tillë dhe sa e pranishme është në jetën tonë të përditshme? Në jetën tonë të përditshme vjen re të tilla zhvillime, por ky është një problem shumë kompleks për të cilin nuk mundet të diskutohet. Është një problem shumë kompleks për faktin që çdo objekt që ndërtohet ka një bazë ligjore, ka disa pronarë, ka mënyrën e vlerësimit të tij për të qenë në atë lartësi, në atë madhësi dhe në këto, por në të njëjtën kohë ka edhe pjesën e tij të sistemimit, të mbjelljes së pemëve dhe të krijimit të kushteve. Me planin e mbjelljes së pemëve, a mund të drejtohemi këtij sektori? Çfarë mund na thoni? Drejtoria që mbuloj unë nuk është drejtoria që merret me shërbimin e ndaj gjelbërimit në qytet dhe mirëmbajtje, sepse ajo është drejtoria e shërbimeve publike. Por pjesa që drejtoria ime mbulon është pjesa e menaxhimit të pyjeve. Dhe në pyje kuptohet që ka dëmtime, sepse ka prerje të pyjeve, kryesisht për ngrohje dhe për dru për të pemë për punim, lëndë për punuese. Por me vendosjen e moratoriumit të pyjeve ka një rënje shumë të madhe të saj. Nuk them që nuk mund të ketë prerje të paligjshme, por janë shumë më të vogla dhe kjo do të ndikojë pozitivisht në rritjen e sipërfaqeve të pyjeve. Pse? Sepse pylli në shumicën e rasteve kur nuk ka ndërhyrje të dorës së njeriut, e rigjeneron veten e tij. Dhe për këtë arsye jemi optimist, jo sepse nuk kemi projekte dhe kemi aplikuar për mbjellje të sipërfaqeve me pyje, me pemë që mund të jenë qoftë pisha, qoftë
sipas zonave në të cilat. Periudha e verës gjithmonë rrezikon pyjet me zjarret, me temperaturat e larta, nganjëherë të qëllimshme, nganjëherë të pashmangshme nga mos kujdesi. Si është punuar se përgjatë gjithë këtyre viteve ka patur dëmtime, madje Taraboshi, i cili është mali më i afërt, edhe që ne marrim direkt kontaktin me të, ka patur të tilla zjarre. Si po punohet ose është punuar me një perspektivë për mbjelljen, sepse unë di edhe shoqata të ndryshme kanë aplikuar në këtë, po i them, ndërmarrje tepër të madhe, tepër të bukur. Është shumë e bukur si nism edhe mbjellja e pemëve, por është problematike a do të rriten këto pemë që u mbollën, sepse nuk është problemi vetëm ta mbjellësh, problemi është duhet ta ruash atë dhe më pas të shihet se deri ku arrihet. Prandaj kryesisht në pyllëzime problemi më i madh është ruajtja e mbjelljeve, sesa vetë mbjellja. Zakonisht në sipërfaqet që mbillen me të pyllëzimit ka një ruajtje, një rrethim që i bëhet zonës në mënyrë që kullotja e bagëtive të mos, sepse një nga dëmtuesit kryesor janë bagëtitë që kullotin, të cilat e hanë bimën që është sapo mbjell. Njëkohësisht sipërfaqet e mbjella përveç mbrojtjes duan edhe ujitur në atë, sepse nuk mund të presësh çfarë vjen nga Zoti për të mbir ajo pemë dhe duhet zëvendësuar se jo të gjitha pemët që mbillen në zënë duhen zëvendësuar dhe prandaj projektet e pyllëzimeve zakonisht kanë një kosto relativisht lartë, sepse mirëmbajtja e tyre kërkon të paktën deri në 3 vjet. Në fakt ka struktura për të kujdesur për këto sipërfaqe të mbjella me pemë? Nuk ka struktura që kujdesen për mbjelljet, por në qoftë se do të bëhen mbjellje, ato vetë subjektet që do t'i mbjellin do të kenë detyrimin që të paktën 3 vjet të kujdesen për këto sipërfaqe të mbjella dhe kur pemët të jenë rritur, ato kalojnë në administrim pastaj të bashkisë. Në fakt çfarë ka ngjarë nga mbjelljet që janë bërë? Janë në vazhdimsinë e rritjes së tyre apo nga sa kemi konstatuar ne, jo të gjitha kanë dhe mund të themi që mbi 50% e sipërfaqeve që janë mbjell ose që kanë shkuar nuk ekzistojnë. Përmendet një shifër të madhe të sipërfaqes pyjore, 43.000 hektar. Kjo do të thotë një pasuri e madhe, do të thotë. Pasuri shumë e madhe. A mund të na bëni një panoramë të brezave pyjor që ekzistojnë në zonën tonë? Në zonën tonë, duke filluar që nga Pulti, kemi sipërfaqe mbi 2000 hektar sipërfaqe me një gështenjë. Gështenja e Pultit është një gështenjë autentike, për të cilën ne kemi filluar të punojmë që të mund të marrim certifikimin e këtij produkti pyjor, sepse këto quhen produkte pyjore, të autenticitetit të saj, sepse nuk është e kultivuar, nuk është një gështenjë që është mbjell, por është një gështenjë shumë e vjetër që është shumë natyrale. Përveç tyre kemi ahun, kemi pishën, kemi lajthi, po kështu në shosh kemi gështenjë, kemi pishën bregdetare, kemi bimësi pyjore, kemi dhe mbi 5000 hektar kullota. Mendoni se kjo sipërfaqe, domethënë, është vitale? Është vitale. Është vitale dhe kjo sipërfaqe në shumicën e rasteve mbrohet dhe kujdeset nga vetë banorët që banojnë në zonat pyjore. Fshatrat pyjor e menaxhojnë sepse e menaxhojnë vetë, e ruajnë vetë, janë fshatrat të cilat e administrojnë në këtë lloj mënyre pyllin e tyre, sepse nga ai pyll ato marrin të ardhurat dhe kanë jetesën. Ndërkohë për ujrat, çfarë do thoni, sepse një sektor i drejtorisë suaj është edhe administrimi ujor. Administrimi ujor bëhet në bashkëpunim me institucionet të ministrisë dhe agjencitë të cilat varen nga ministrisë, sepse dihet që ujrat janë shumë janë kombëtare
Dhe menaxhimi pasuri kombëtare, menaxhimi I tyre bëhet nëpërmjet Agjencisë së Baseneve, bëhet nëpërmjet Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së Mjedisit dhe të gjitha institucioneve të tjera. Por ndërhyrjet negative që ne bëjmë në shtretrit e lumenjve, ndërhyrjet negative që ne bëjmë nëpërmjet derdhjet të ujrave të zeza, qoftë të qytetit, qoftë vetë njerëzit, ndërhyrjet negative me derdhjen e mbeturinave në brigjet e tyre, bën që ujrat të na e kthejnë përsëri ne me të njëjtën monedhë, sepse të gjitha këto ndërhyrje negative shkojnë në ujrat nëntoksore. Ujrat nëntoksore do ta gjejnë mënyrën për të shkuar deri tek uji që ne pijmë. Pra është një marrëdhënie e vazhdueshme, një cikël I tillë I cili nuk të le pa pasoja. Gjithsesi ka vepruar ligji dhe ndaj këtyre shkelësve. Ligji ndaj po patjetër nëpërmjet Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit shumë herë ka pasur konstatimet tona dhe nëpërmjet inspektoriatit është kaluar për vendosjen e gjobave për ndërprerje të derdhjes së ujrave të zeza në lumenj. Këto janë apo pastrimin e bregut të lumenjve nga mbetjet në shumë kështu iniciativa për pastrimin të ndërmarra nga bashkia apo me vendosjen e koshave pranë këtyre aktiviteteve lokaleve apo bizneseve të cilat e kanë aktivitetin e tyre në afërsi të shtretrit të lumenjve për mos hedhjen e mbeturinave në lumë. Njëra anë është veprimi I ligjit, ana tjetër është sensibilizimi. Si ka vepruar sensibilizimi? Në çfarë mase? Banorët janë duke unë sensibilizuar dhe duke unë ndjerë përgjegjës për mjedisin çdo ditë më shumë, sepse çdo ditë më shumë ne shohim që edhe vetë mënyra se si njeriu, qytetari ndërhyn ndaj mjedisit ka filluar të jetë më miqësore. Bashkia ka politikat e veta ndërgjegjësuese, kryesisht thash në bashkëpunim jo vetëm me komunitetin, me njësitë administrative, me banorët e zonave, por edhe me ata që janë brezi më I ri, me nxënësit e arsimit parashkollor, për ndërgjegjësimin e tyre në kuadër të mbrojtjes së mjedisit. Unë mendoj të kthehemi pas pak aktiviteteve që organizoni, por duke qëndruar tek ujrat. Është I bekuar një qytet I tillë siç është Shkodra që laget nga 3 lumenj, nga liçeni që ka afër detin, por njëkohësisht lidhen me problematika të përmbytjeve, të ndotjes. Sepse kemi një pellgu I mbledhës mbi 5000 km2. Kemi një liçen që është rreth 5500 km2. Kemi një nyje hidrike që vetë nyja është një nyje e vështirë. Ujrat e liçenit derdhen në bunë, buna ka një nivel me detin, drini, kaskadat, të gjitha këto ndikojnë duke futur brenda edhe ndikimin e njeriut. Ndikimin jo pozitiv, ndikimin negativ të tij, të gjitha këto ne pothuajse na është bërë e shpeshtë mënyra përmbytjet. Përveç ndikimit negativ në jetën e njerëzve, të përmbytjeve në tokat bujqësore, në prodhimet e tyre, ka një ndikim shumë negativ edhe në shpëlarjen që I bën tokës, në ujrat nëntoksore dhe ndikimi më I negativ I përmbytjes është në gropat septike dhe në daljen e tyre mbi sipërfaqe, gjë që pas kalimit të përmbytjes do të shoqërohet me hedhjen e kimikateve për pastrimin e saj dhe të gjitha ato është ai cikli I mbyllur që çfarë hedhim sipër përsëri kalon poshtë, del sipër në një mënyrë përsëri tjetër që kalon tek njeriu. Duke e marrë parasysh vërtet këtë problematik, unë të thosha që çdo gjë është urgjente. Ndërkohë, të cilat janë ato hapat më emergjent që merren në këto raste? Dhe a ka strategji të përmirësimit të këtyre problemeve që na përsëriten her pas here, pothuajse çdo vit? Patjetër që ka strategji
afat shkurtra, afat mesme dhe afat gjata. Strategjitë afat gjata janë në kuadër të politikave të qeverisë për një zgjidhje përfundimtare të problemit të përmbytjeve, duke filluar që nga argjinaturat, përmirësimi i tyre, që nga ndërhyrjet e tjera në mënyrën e menaxhimit të kaskadave dhe me radhë, po ashtu dhe në ndërhyrjet me strategjike më afat shkurtra të bashkisë, e cila është duke ndërhyrë në pastrimin e kanaleve kulluese të gjithë zonës në Shkodrës, sepse edhe një nga kompetencat e reja janë edhe administrimi i sistemit të kanaleve ujitëse dhe kulluese. Të kuptohet, nuk janë kanalet primare, janë kanalet sekondare, terciare të gjitha të zonave bujqësore. Bashkia nëpërmjet fondeve të veta me ndërmarrjen e vet që ka krijuar është duke punuar për pastrimin e tyre. Në të njëjtën kohë dhe vetë banorët e këtyre zonave duhet të jenë të ndërgjegjësuar që kanalet duhet të pastrohen, duhet të mirëmbahen, sepse sido që të jetën, domethënë çdo lloj përmbytje, pavarësisht shkakut nga cili vjen, kanalet duhet të jenë të pastruara në mënyrë që të tërheqin dhe të krijojnë lehtësira për përballimin e saj. Edhe kur kemi një situatë të tillë të përmirësosh, nuk do të thotë të japësh ndihmë për momentin, po të përmirësosh do të thotë të ndërhysh për një të ndërhysh me objektiva afatgjatë, sepse ndërhyrjet e vogla me ndihma janë në zgjidhjet emergjente të çastit, kurse ndërhyrjet e mëdha, ndërhyrjet afatgjata janë ato që do të krijojnë atë hapin e madh në mënyrë që këta njerëz dhe gjithë mjedisi, ambienti përreth do të jenë kompatibël, do të jenë të gjithë bashkë, toka do të fillojë të prodhojë, do të jetë më e pasur, njerëzit do të jenë më të qetë në jetën e tyre. Aida, do t'i drejtohem një problemi tjetër, a bëhet fjalë për ndotja akustike në Shkodër? Bëhet fjalë, edhe ndotja akustike është një nga problematikat, por ashtu siç ishim edhe në një takim me përfaqësues të ministrisë, nuk është që jemi në qytetet problematik. Qoftë qyteti Shkodrës, por edhe zona e Velipojës. Bëhet fjalë për ndotja akustike, ka të bëjë kryesisht me zhurmën që krijohet nga lokalet me muzikë, apo edhe nga diskot, apo edhe në ambientet e jashtme. Ekziston ligji për ndotjen akustike, për zhvillimin e aktiviteteve që prodhojnë zhurmë në mjedis. Këto janë aktivitete kryesisht muzikore, por nuk në gjenerimin e zhurmës në mjedis nuk përfshihet vetëm aktiviteti muzikor, por edhe aktivitete që kanë të bëjnë në zonën industriale. Makinat krijojnë zhurmë dhe bile ndotja më e madhe akustike ka të bëjë pikërisht në fushën e transportit. Bashkia është në momentin që po krijon, ka filluar planin e veprimit për zhurmat në mjedis, plan të cilin besoj do të arrijë një nga objektivat e saj është deri në fund të vitit, dhe për periudhën e verës është duke bërë planin e masave për një administrim sa më të mirë të zhurmave në mjedis, që për momentin janë vetëm lokalet, kryesisht në zonën e plazhit, apo edhe në qendrën e qytetit Shkodrës. Në fakt, cilat janë disa nga veprimtaritë tuaja si drejtori e mjedisit që ju i keni të krijuara në traditë dhe që i pasuroni her pas here? Ne kemi aktivitete që kanë të bëjnë kryesisht me ditë të caktuara të vitit në cilat bëhen aktivitete. Dita e biodiversitetit, ditët e mjedisit, dita evropiane pa bicikleta, ditët e pyllëzimit, dita e maleve që ka të bëjnë në dhjetor me pyllëzimin, aktivitete të cilat në bashkëpunim edhe me drejtoritë të tjera, qoftë me drejtorinë e arsimit apo të zhvillimit ekonomik, krijohen aktivitete, jo më larg se në prill kishim një aktivitet që u bë me shkollën e muzikës, me
klasat e 10-ta dhe 11-ta të degës së pikturës, mbi mbrojtjen e mjedisit, piktura shumë të bukura të bëra nga nxënësit, për cilat u dhanë edhe 3 çmime nga bashkia. Mendoni se ka një efekt sensibilizues gjithë këto, sidomos tek masa e re? Patjetër që kanë efekte. Dhe po ta vesh re, vetë nxënësit dhe fëmijët janë shumë të ndjeshëm ndaj saj, dhe në aktivitetet apo në materialet që ata paraqesin janë shprehin pikërisht këtë mbrojtjen e mjedisit. Ndërkohë të marrim anën tjetër, a ju është dashur që të bashkëpunoni me policinë bashkiake për marrjen e masave ndëshkimore ndaj ndotësve të ambientit, të mjedisit, shkatruesve të tij? Po, patjetër që edhe policia bashkiake është pjesë e të gjithë aktivitetit kur ka të bëjë me zbatimin e ligjshmërisë, por mjedisi e ka të lidhur drejt për drejt me inspektoriatin shtetëror të mjedisit, pyjeve dhe ujrave, tash së fundmi, të krijuar me të cilin ne mbajmë korrespondencë në lidhje me çdo lloj dëfyrje. Është institucion qendror nga Tirana, por që ka degën e tij në qytetin e Shkodrës. Dhe ne mbajmë korrespondencë me këtë inspektoriat për të gjitha ndërhyrjet negative që vrehen në mjedis, apo në pyje, apo edhe në ndikimet negative në ujra. Natyrisht kemi trajtuar mjaft probleme, një minutazh do thosha shumë i vogël për aq probleme të shumta dhe shumë të rëndësishme, siç janë problemet e mjedisit, të cilat ndikojnë drejt për drejt në jetën dhe shëndetin ton. Mirë, kemi mbërritur në fund dhe ndoshta është momenti që ju të jepni një mesazh, përderisa veprimtaria juaj ka një theks shumë të madh, dhënien e mesazheve, promocionit mjedisor, apo dhënies së këtyre problematikave nëpërmjet këtyre bisedave, formave të ndryshme të komunikimit. Duke qenë që jemi në fillim të sezonit të plazhit, do doja mirëkuptimin e të gjithë banorëve, pushuesve dhe po kryesisht banorëve që të zonës së Velipojës, të Shirokës, të qytetit Shkodrës, të jemi më të kujdesshëm me mënyrën se si sillemi ndaj mjedisit, ndaj me hedhjen e mbeturinave, me zhurmën që krijohet në ambiente, në mënyrë që t'ju krijojmë pushuesve dhe të lëmë një opinion shumë të mirë të qytetarisë dhe të mikpritjes sonë, sepse shpërdorimi që mund t'i bëjmë ambientit nëpërmjet hedhjes së mbeturinave, qoftë në zonën e plazhit, qoftë në qytet, na krijon një situatë jo të këndshme, aq më tepër që nuk jemi një qytet që nuk jemi mikpritës, një qytet që nuk jemi dashamirës ndaj mjedisit. Në të njëjtën kohë do doja të bëja një thirrje për gjithë banorët e zonave pyjore. Po afron situata e nxehtë e verës dhe pyjet përbëjnë djegja e pyjeve dhe zjarret në to përbëjnë një problematikë. Vjet kemi pasur mbi 300 hektar të djegur sipërfaqe pyjore, dhe është shumë e vështirë që sipërfaqet pyjore të mund të fiken, zjarfikset nuk mund të shkojnë dot në të. Prandaj unë do t'ju lutesha që të ishin shumë bashkëpunues, të mos lejojnë që zjarret e qëllimshme janë një krim ndaj mjedisit, por edhe ato që janë të pa qëllimshme duhet jemi shumë të kujdesshëm, duhet jemi bashkëpunues të gjithë në mënyrë që të mbrojmë të mbrojmë sipërfaqet pyjore. Në radhë të parë ato janë një ekonomi për të gjithë banorët e zonave dhe kanë ndikim të pa diskutueshëm në ambient. Zoeida, me këto mesazhe sa njerëzore, aq edhe të domosdoshme për jetën tonë, për atë që ne quajmë Shkodër, atë pasuri që Zoti na ka dhuruar dhe duhet ta mirëmbajmë dhe ta shfrytëzojmë në të mirën tonë. Unë do t'ju falenderoja edhe për pasqyrën e detajuar që ju i bët kësaj panorame, por edhe problemeve me të cilat ndeshemi. Shpresojmë që këto mesazhe të jenë tek dëgjuesit tanë, tek banorët e Shkodrës, në mënyrë që kjo pasuri e madhe që quhet Shkodër të na shërbej
edhe ta gëzojmë sa më shumë. Faleminderit. Faleminderit.